mentalitetin shumë të keq, për shkak se sjellin edhe fjalën edhe kështu janë kanë shumë atë trujtën, se çdo sane që janë sot janë kanë edhe atëherë, po atëherë ka pas respekt më shumë, janë rujt më shumë, kanë pas fjalë më shumë, vendosmëri më shumë, ndërsa sot djemt vendosmërinë e kanë zero, as djemt janë bosi na e pranojna që nuk dina çka dojna, a mo njëjtë janë bë edhe meshku që as ata s'po dinë çapo dojnë. Edhe vërtet na femnat na për çfarë quhemi gjenie but, se na kena nevojë për një mashkull, për një burr në krah, që na përkra, që është pak mi neve, jo dyqysh me mo një burr që ti je baraz me ta, në menoj që burrin tam nuk isha dosh me konë me një nivel. Burri jam do të me konë pak ma nartë, mu konë krye familjare, fjalla ti muni, aj me vendos për neve, jo mu që one dhe mi kalëzu ati qa me bo për familjen tonë. Ajo në normal që këmu përzi, po dyshysh për një arsye në këtona për marë burrin dhe alen këtë përgjithësit në dorë. E në ditë sotit nuk mundesh me alen përgjithësit për shkak se aj nuk din qa me bo me jetë vetë, leje mu me familjen që kena me kriju. Po për shembull, na shumë shpesh ankohemi që krejt përgjithësit ndoshta të shtëpisë, të fëmijëve, të kujdesit na bie neve. Apo i bie që burrat shqiptar janë rrit po me të njëjtën përgjithësi, biles edhe më shumë, me barën që duhet ta mbaj familjen e tij, pra prindrit e tij, gruan edhe fëmijët. Po, o me në që kjo është e drejta. Djali do të me punu, me pru të ardhëna, me siguru, edhe gruja do të me punu, po gruja dyshysh nuk është nevoj. Nëse do të me punu, puna, nëse jo, mund është me nejt. Burri do të me punu gjithçysh, me majt familjen, që ashtu edhe jena rritu na majt një krye familjar ka 10 veta. Burri do të me pagur shkejt aktimet, edhe gruja me mbajt 10 veta, a nuk është edhe më shmekja? Po, për që një gjallë me rrit me një barë 10 veta, se cili po ka rogë, se cili po punan, edhe tash në gjdo familje janë 2-3 roga maksimalisht. Po nuk janë ashtu ardhunat e mira, sidomos sot, atëherë biles kemi pasu ardhunat shumë atë mira se sa po janë kanë kushtet ma të lira, edhe kena mujt me mbjetu vesh me një roga. Edhe në bujtësi kemi qenë shumë ma mirë. Kokejt ndryshe, po. Realisht shumë qka që ka po përmendet edhe po atakohet femna, femna nuk ka fajnë këtë drejt e meq. Femnat nuk kanë faj. Nuk ka fajnë i femën nëse burri që është gjenteli duket i keq, edhe ai që është shumë i eger i duket i keq.